Jam Erita, jam zana e yjeve dhe e ylberit. Me këtë shkop magjik, do fillojmë një rubrik të re për të gjithë ju, fëmijët dhe ne në çfarëdo moshe që jemi, për fëmijën tonë të brendshëm. Jam këtu për të bërë realitet një ëndër që e kisha prej 50 vjetëve. Një ëndër që në fëmijëri dukej shumë e thjeshtë. Të kisha maman ose babin tim pranë dhe të më thoanin një prallë, ashtu si edhe ti. Të më thoanin një prallë para gjumit, që të ndjenja siguri dhe të më thoanin jam këtu për ty, fli e qetë o ëngjëlli im. Por kjo ëndër nuk u bë asnjëherë, jo sepse s'deshin, por nuk mundeshin, jo sepse nuk donin, por as tek ata nuk u treguan prallat. Dhe për mua ishte shumë e rëndësishme, dhe për të gjithë ju. Por si fëmijë, prisnja dhe prisnja që ajo ditë të vinte, dhe nuk erdhi asnjëherë. Dhe atëherë kur teta Pavlina jepte te radio-televizioni shqiptar të shtunave prallat, kisha shumë dëshirë të merrnja pjesë, gjithashtu ta dëgjoja. Por dhe atëre, ëndrat e mia nuk realizoshin, sepse pavarësisht se e vogël, unë duhet të punonja, të ndihmonja maman time për punë, në baçe dhe në çdo punë që ajo do më dërgonte. Dhe kështu, pavarësisht se e vogël, mora një barë të rënd bisupe. U rrita para kohe, dhe prallat asnjëherë nuk dëgjuan. Kështu, rubrika që do hap sot është rubrika Zana e ylberit dhe e yjeve, dhe jam këtu me shkopin magjik të bëj dhe ëndrat e tua të vërteta. Për të gjithë ju që nuk dëgjuat ato prallat, për të gjithë ju që nuk ëndëruat, por ishit në vendin e prindërve të tu. U bëm prindër të prindërve. Dhe këtë rubrik ja u dedikoj të gjithë juve, të çdo moshe, akoma dhe tek ju fëmijë, dhe vetes time, Meritës, për atëherë. Kam shkruar një libër me 366 pralla, që ndërmjet prallës të lirojmë, të njohim dhe emocionet, sepse janë çelësi që të hapim zemrën. Dhe kur hapet zemra, atëre magneti tërheq dhe njerëz të tjerë. Dhe në radhë të parë të hap zemrën time ndaj jush. Janë të shkruar me merak dhe me shumë net pa gjumë, por erdhi dita që këtë ëndër ta bëj të vërtet. Kjo rubrik i përkushtohet të gjithë fëmijëve që u rritëm pa zë, pa përkëdhelje dhe pa një natë të qetë, por duke ndenjur në pritshmëri. Ju falenderoj që do jeni pranë meje dhe ju kërkoj të më ndihmoni në këtë mision të ri që fillova sot për ju. Gjithashtu, dua t'ju njoh dhe Klaritën. Klarita është kuklla ime që ja mora vetes që të plotësonja dëshirën fëmijës tim të brendshëm, sepse kur isha e vogël, dëshironja të kisha shumë një kukull, dhe nuk mundesha dhe të gjinja, dhe në të njëjtën kohë dhe lek që ta blinja. Dhe
shkonja tek një komshie tek Mariana, që kishte lindur 2 fëmijë binjak dhe kishte një kuku që dhe qante, i ngjante Klaritës. Dhe shkonja e ndihmonja atje të riste fëmijët, i tuhni ata, vetëm të gjindesha pranë asaj kukullës. Ashtu si dhe ti, që ke ndëruar, dhe këtë kukull ja bleva para pak vitesh vetes time, dhe e mbaj gjithmonë te krevati dhe kudo që jam, akoma dhe në udhëtimet që shkoj në Shqipëri e nga do, ka vendin e parë në makinën time, e kam gjithmonë me vete. Është fëmia ime e brendshëm, mund të mos ketë gojë të flasi, por më ka ndihmuar të flas me të. Ndërmjet Klaritës kam liruar shumë plagë të fëmijës time të brendshëm. Jam këtu për të gjithë ju. Lejojeni veten të ndjeni, të shprehni emocionet, dhimbjen tuaj. Dhe shkopi magjik është ai shkopi magjik që donja të bëhesha gjithmonë zanë dhe të shikonja kudo në botë, duke filluar nga familja ime, nëna ime, babai im, njerëz të lumtur, të gëzuar, dhe humba shumë vite nga jeta ime, nuk jetonja, ndërshkonja në një farë mënyre të fshehtë në ndërgjegja ime, veten që nuk lejonja të isha e lumtur, vetëm derisa të shikonja nënën dhe babain tim të lumtur. Dhe kjo, o shpirtra të bukur, ka kaluar në ADN-n tonë, sepse dhe prindrit tanë, gjyshrit e stërgjyshrit tanë, kanë dashur të njëjta gjë. Dhe kjo është vërtetuar dhe ndërmjet terapive që kam bërë. Është një plagë kolektive. Prandaj sot fillova dhe vendosa të bëj këtë rubrikën e prallave, që të shrojmë plagët tona, ADN-n tonë, ndërmjet prallës, sepse është shumë e lehtë që dhimbja jonë të lirohet. Ju dua shumë dhe ju falenderoj dhe kërkoj ndihmën tuaj të mund të shërbejmë kësaj rubrike të gjithë së bashku, dhe kam shumë dëshirë që në të ardhmen, dhe kam propozuar në shumë radio televizione dhe njerëz që mund të më ndihmojnë të bëhen sponsora, që të mundem vërtet të bëjnë një emision si të Teta Pavlinës atëherë, të kemi fëmijë në studio nga afër dhe të punojmë dhe të lirojmë së bashku. Ky libër me 366 pralla, gjithashtu dhe kjo rubrik, është për një prallë në ditë, në natë, për të gjithë ju. Do ndihmojë për shërimin e emocioneve, lirimin e dhimbjeve, rigjetjen e gëzimit, pajtimin me fëmijën e brendshëm, qetësinë që nuk na i dhan atëherë, por mund t'ja japim vetë në vetes tonë sot. Unë jam këtu si zana e yjeve dhe e ylberit për t'u treguar këto 366 pralla në shqip dhe në greqisht. Do të kujtoj se askush nuk është vetëm dhe çdo zemër e vogël që ka mbetur e eshtur, ka ardhur koha të dëgjohet. Nëse ndjeni të lodhur, të mbyllur shpirtërisht, zemrën e ngurtë dhe emocionet e ngrira, kjo rubrik do të ndihmojë të hapësh zemrën, të shkrish emocionet që i ke mbajtur nga brenda dhe një ditë të zgjosh veten tënde të vogël. Ju dedikohet dhe ju burrave, dhe ju grave, dhe fëmijëve të vegjël, sepse ne jemi shpirtra. Ju lutem më ndiqni dhe shpërndani këtë video dhe në njerëz të tjerë. Më ndiqni për prallën e parë sot. Gjithashtu, në qoftë se kërkon ndihmë për më tepër, jam këtu në telefonat